Sektori për punë të brendshme në Tetov ka ngritur kallëzim penal ndaj SN 36 vjeçarit nga fshati Çegran për shkak të dyshimeve për kryerje të veprës penale vjedhje. Sipas policisë së Tetovës, më 2 nëntor pas denoncimit të mëhershëm për prerje të paligjshme të drunjve nga personi i panjohur në vendin e quajtur Merezi në atarin e fshatit të Volkovi. Nga ana e pjesëtarëve të policisë janë marrë masa dhe arrestuar 2 persona, të cilët kanë prerë drunj në vendin e caktuar. Sipas policisë, nga biseda e bërë është vërtetuar se të njëjtit kanë qenë të angazhuar si punëtor nga ana e 36 vjeçarit që të kryen prerje në atë parcel dhe më pas të thirrin atë për transport. Janë marrë masa për zbardhjen e plotë të këtij rasti. Sektori për punë të brendshme në Tetov ka ngritur kallëzim penal ndaj FA 27 vjeçarit nga Tetova për shkak të dyshimeve se ka organizuar lojra të fatit pas një licencë apo pa leje adekuate nga institucioni përgjegjës. Më 10 dhjetor të vitit të kaluar nga ana e pjesëtarëve të policisë në bashkëveprim me Drejtorinë për të Ardhurat Publike është kryer kontroll në objektin në fshatin Erash ku gjatë muajit të dhjetor kishte organizuar lojra të fatit.